Miqtë mi, ju përshëndes, ju falenderoj që jeni me sot në podcastin Dashuria Shërben. Kam sot në studio një mikesh timen shumë të dashur, por nuk është këtu vetëm sepse është mikesha ime, ajo është psikologe, ofron terapi në shëndetin mendor më shumë se 20 vite. Dua të prezantoj Mirela Gjonin. Faleminderit që jemi ne sot. Përshëndetje Lida dhe faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi që të bisedojmë bashkë edhe të hedhim dritë, ndoshta mbi situata që janë pak të mbuluara në errësirë. Do doja sot të ndaleshim tek një temë që është dhuna në familje, po jo vetëm dhuna fizike, por dhuna emocionale, ajo që ndoshta nuk duket edhe ndoshta është pak më e vështirë për ta faktuar, për ta dokumentuar. Edhe të doja që të flisnim hapur sot për dhunën emocionale. Cila ka qenë eksperjenca jote me gratë që shkojnë në kish edhe që ndoshta përballen me dhunë emocionale? Mund ta tregosh ndoshta ndonjë situatë, sigurisht pa përmendur emra, po. Në fakt, unë jam duke punuar prej 26 vitesh në fushën psikosociale, edhe më së shumti fokusi im ka qenë dhuna në familje. Dhe puna ime ka konsistuar në mbështetja për gratë dhe fëmijët e tyre të cilët kanë përjetuar situata dhuna të ndryshme në familje. Dhe siç e them edhe më përpara, ne flasim për dhunën, flasim në përgjithësi, por nuk e adresojmë, edhe shpeshherë personat të cilët vuajnë dhunën janë ata që fajsohen më së shumti. Kur flasim në kontekstin e dhunës psikologjike dhe emocionale, shpeshherë në kontekstin ton, në kulturën tonë, ajo është që nuk merret parasysh shumë, pasi është një lloj dhune që vret në heshtje. Dëmton jashtëzakonisht zinxhirin e vetësigurisë, të vetbesimit dhe rrit më së shumti fajsimin dhe e bën personin të ndihet i dobët, i pavlerë. Çfarë ndodh me një grua që dëgjon gjatë gjithë kohës komente negative nga bashkëshorti dhe që duket sikur asgjë nuk e bën mirë? Lida, nëse ty do të thosh për 21 ditë, siç shumë studime kanë edhe faktuar të njëjtat gjëra, që ti je pa zonja, ti je pa vlerë, ti nuk di të bësh asnjë gjë, ti nuk je një nënë e mirë, ti je kështu dhe ashtu. Pas 21 ditësh personi do filloj të mendoj që ai është vërtet ashtu, i pa vlerë, i pa dobishëm, jo në gjendje për të marrë vendime, edhe për të qenë i zoti për jetën. Komplet si zinxhiri, siç e thashë, më sipër vetë shkatërrohet për shkak të këtij fluksi intensiv të dhunës psikologjike dhe emocionale. Shpeshherë është më e lehtë dhuna fizike, e cila le traumat e veta patjetër, por dëmi që le dhuna psikologjike dhe emocionale që ne kalojmë lehtë është akoma më rënd dhe ndikon jashtëzakonisht shumë te traumat dhe problemet që zhvillohen më pas me shëndetin mendor, sepse këta persona në afatgjatë zhvillojnë shumë probleme ankthi, probleme depresioni, izolimi, nuk arrin që të mbajnë marrëdhënien, nuk mund të jetë një prind i mirë, sepse mendon që ai nuk është i aftë për ta bërë atë gjë, apo të marrë vendime të ndryshme për jetën e vet. Pra zinxhiri është jashtëzakonisht i dëmshëm, i rrezikshëm. Kur mendon 21 ditë, wow. Po, 21 vjet. Ne kemi raste që unë kam parë në praktikën time të punës, që më rrin gratë të cilat të mbas 20-25 vitesh martesë që e kam pas konsistente këtë lloj dhune. Wow. Edhe ato s'kan kërkuar asnjëherë ndihmë ose kanë kërkuar ndihmë ndoshta në familje, apo si ka qenë situata? Shpeshherë ato në fillimet e tyre vetë fajsonin veten. Mendonin që faji ishte i tyre dhe kishin këtë pjesën e cila ishte si një kep dhe një pengesë për ta ndarë. E dyta, frika si do lexohej jashtë. E treta, frika sepse në kulturën tonë ne duhet ta mbajmë familjen. Edhe normalisht që ne duhet kujdesim për familjen, të kemi një familje të shëndetshme, por jo një familje që na shkatërron. Edhe duke qenë që presioni shoqëror dhe familjar është i madh, shpeshherë gratë zgjedhin të mos flasin
Dhe kur ato flasin, është dëmtuar jashtëzakonisht shumë kjo marrëdhënie, kjo familje. Dhe puna për ta risjell, për ta ndërtuar si në aspektin psikologjik, si në aspektin social, por edhe shpirtëror, është jashtëzakonisht i madh. Prandaj ne kemi nevojë që të flasim sa më shumë për këtë tema, pavarësisht se ndonjëherë janë tabu, pavarësisht se brenda kontekstit të kishës mund na duket që jo, kisha jonë nuk ka probleme, familjet tona janë familje të shëndetshme, por nëse një shoqëri është e dhunshme, nëse një shoqëri e lejon dhunën, ajo afekton dhe familjen tonë në mënyrë direkte apo indirekte. Apo modelet tona të mëparshme të fëmijërisë që jemi rritur në një familje me kontekst të dhunshëm dhe dhuna replikohet në afatgjat në familje që ndërtojmë. Dhe ajo nuk ndodh me qëllim për të shkatruar, ndodh ndonjëherë në mënyrë të pavetëdijshme. Prandaj është edhe e rrezikshme. Në eksperiencën tënde është shumica e grave që përjetojnë dhunë, ato nuk e kanë të vështirë të kërkojnë ndihmë. Edhe ti vetë përmend tani që kërkojnë ndihmë kur ka kaluar jashtëzakonisht shumë kohë dhe është bërë dëm i konsiderueshëm. Nëse të bëjë një krahasim midis grave që janë jashtë kishës dhe atyre që janë në kishë, është për cilin grup është pak më e lehtë të flasi në eksperiencën që ke patur? Nëse do bërim një krahasim të tillë, gratë në kishë duke që ndërtojnë miqësitë e tyre me njëra tjetrën, kanë këtë rrethin e besimit, mund të flasin më lehtë. Çfarë ndodh që sjell frenim? Kur ne japim këshilla tabu, sepse nuk dim se si ta trajtojmë atë. Me cilat do të ishin disa këshilla tabu? Për shembull, lutu më shumë. Ndoshta fal më shumë. Është e lehtë për një person që është në një dhunë psikologjike të vazhdueshme. Se ti the që shumë sisteme janë dëmtuar tani. Absolutisht. E kanë ata të lehtë që të vazhdojnë të insistojnë në lutjen e absolutisht që duhet të lutemi. Lutja është një nga gjërat që na shoqëron në të gjithë proceset. Edhe lutja për mua personalisht dhe si profesioniste, por edhe si e krishter, është pjesë e procesit terapeutik të shërimit. Por ne kemi nevojë dhe për shumë elemente të tjerë që këtë person i cili është duke përjetuar një dhunë të tillë, ta kuptojmë, ta mbështesim dhe ta ndihmojmë siç duhet, pa e përkeqësuar situatën e tij, që ai të fillojë të mbyllet dhe të rrisi më së shumti frikën, pasigurinë dhe vetëfajsimin. Pra mënyra se ne i përqasim, si ne i flasim, si ne e dëgjojmë dhe e këshillojmë, është shumë e rëndësishme. Prandaj do t'i lutesha të gjithë besimtarëve, por edhe drejtuesve të kishave, të jenë të kujdesshëm me rastet e dhunës, sepse janë vërtet raste që janë 1000 me sahat. Me fjalë në kuptimin që janë raste që vuajnë në heshtje. Në këto të gjitha situatat e dhunës ka shumë manipulim nga ana e dhënuesit. Si mund ta kuptojmë qoftë personi që dhunohet në fillim, që është duke u manipuluar? Manipulimi kuptohet kur ti e shikon që personi vetëm të ul poshtë. Ai nuk është i kënaqur me asnjë gjë që ti bën. Është një person që gjatë gjithë kohës për veprimet e tij të kritikon ty. Është një person që edhe kontrollon çdo detaj të jetës tënde. Dhe e shtrembron sipas interesit të tij. Edhe Biblën, edhe vargjet nga Bibla? Patjetër, edhe ato mund të bëhen manipulim. Ai përdor në përfitim të tij. Për sa kohë ai varg nga Bibla përdoret për të sjellë më shumë turp, më shumë faj, dhe nuk të çon drejt lirisë dhe shërimit, nuk është e shëndetshëm. Prandaj në atë moment ne duhet të themi, i them të gjithë grave, vajza, por dhe personave, sepse edhe burrat mund të jenë ndonjëherë në një dhunë psikologjike emocionale, ose fëmijët. Në momentin që ju e shikoni që diçka nuk po shkon, ju ndjeni akoma më shumë në faj, akoma më shumë po ndjeheni jo mirë, jo rahat me veten dhe të tjerët, është koha që të shikoni personat që keni përreth. Kush është ai që po të ndihmon vërtet dhe kush është ai që po të manipulon? Po dhuna shpirtërore, çfarë është dhuna shpirtërore? Na ndihmo të kuptojmë pak më shumë.
Në fakt është studiuar dhe vitet e fundit sidomos është vendos një theks i madh për sa i përket dhunës shpirtërore. Dhe dhuna shpirtërore ka lidhje me drejtuesit shpirtëror në jetën tënde për sa i përket besimit. Persona të cilët ti beson dhe të drejton aspektin e besimit tënd që ti të rritesh. Në momentin që personi që ka autoritet në jetën tënde e keq përdor autoritetin dhe çfarë ai këshillon, çfarë mënyra se si ai sillet nuk është e shëndetshme, ajo çon pastaj tek dhuna shpirtërore. Si mund të dallojë një besimtar ndryshimin midis këshillës shpirtërore dhe manipulimit? Si a ka ndonjë mënyrë, në një këshill që do t'i jepje, si ta dalloj? Ose që thash edhe më përpara, për sa kohë ajo këshill nuk sjell liri, shërim, por sjell fajsim dhe dëmtim, ajo nuk është këshill e shëndetshme. Shpesh njerëzit mendojnë se Bibla nuk flet shumë, nuk merret shumë me anën emocionale të njeriu, thjesht merret vetëm me anën shpirtërore, me gjëra kështu të mëdha, të pakuptueshme shumë nga mendja njerëzore. Cila është e vërteta? Bibla është Se përveç se ti je psikologe, ti je edhe drejtuese në kish për shumë vitesh, e besimtare për shumë vitesh, edhe je drejtuese. Edhe në aspektin si besimtare, si drejtuese, edhe si psikologe, Bibla është një manual i jashtëzakonshëm për jetën e njeriut, ku pjesa psikologjike është pjesë e saj. Dhe aty kemi histori të fuqishme për sa i përket shëndetit mendor, edhe frikës apo dhunës. Nëse do marrim profetin Elia, është një nga shembujt e jashtëzakonshëm. Ai mundi 450 profet të Balit në një ditë. Edhe ishte personi që vërtet Zoti tregoi fuqi të jashtëzakonshëm. Vetëm një fjalë e mbretëreshës, ata i friksoi, e tmerroi, dhe ai vendosi të largohej, të arratisej, të izolohej. Dhe nëse të gjithë e kujtoni historinë e tij, është një histori e cila është histori burnouti, që quhet raskapitje dhe konsumimi, frike, edhe një histori depresioni. Ai u mbyll në shpellë, edhe por çfarë ndodhi më të? Nëse ne do ta kujtojmë, ai nuk donte të takonte askënd, nuk donte të flinte me askënd, nuk donte të hante, nuk donte të pinte, dhe shkoi në vetmi. Dhe mbi të gjitha nuk donte më të jetonte. I iku dëshira për të jetuar. Shiko një fjalë e një personi se çfarë dëmi të jashtëzakonshëm shkakton tek individi për sa i përket shëndetit. Një person me autoritet, nuk është një person. Absolutisht, edhe imagjino me fjalë gjithë ajo mrekulli që ai kishte bërë. Po. Duhet të kishte një vetvlerësim të jashtëzakonshëm për vete. Dhe vetëm Ai kishte parë fuqinë e Perëndis në mënyrë të jashtëzakonshme, si Perëndia është përgjithshëm me mrekulli. Edhe ai në një moment nuk po kishte më besim. Ai zgjodhi të mos besonte për të arratisej nga gjithë kjo. Kështu që ne nuk duhet të paragjykojmë asnjë person pse ai ka një problem të shëndetit mendor. Ajo mund të ndodhë për dhunën, mund të ndodhë për shumë arsye që ne nuk e dimë. Por në të gjithë të kalvarin ton të vuajtjes, ne duhet të kemi sigurinë që ne nuk jemi vetëm. Zoti jon është aty. Edhe është jashtëzakonisht e bukur mënyra se si kujdeset Zoti për Elian. Ai çon ushqim, ai le të shlodhet, ai i flet me zë të ëmbël. Ai nuk e gjykon, ai nuk e fajson. Domethënë edhe në atë moment, kur nuk ishte një moment, ishte moment rënje, nuk ishte një moment madhështie i Elias, ai nuk zgjodhi të besonte. Vazhdoi të i ofronte në mënyrë të mrekullueshme. Perëndia ju përgjigj me mrekulli përsëri. Lida, nëse ne do bënim një gjë si Elia, të gjithë ne drejtuesit, por edhe besimtarët, këtë person do ta kishim kryqëzuar, sepse ai nuk ishte besim. Por Perëndia nuk e kryqëzoi, nuk e dënoi, nuk e fajsoi. Por ai u kujdes, sepse pa që ai ishte një situatë vulnerabiliteti, të cënushëm, ku nuk dinte ku ishte dhe nuk dinte çfarë bënte. Prandaj duhet jemi shumë të kujdesshëm me këta persona që janë duke kaluar sfida të tilla me probleme të shëndetit mendor. Edhe si në aspektin si drejtues të kishave, si besimtar dhe si profesionist. Prandaj është e rëndësishme që ne të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për sa i përket rasteve të tilla.
më thënë Zoti nuk e qortoi, nuk e fajsoi dhe nuk e turpëroi Elian. Absolutisht. Por ai dha pushim, i siguroi ushqim, Po. e lejon të rikuperohet dhe më pas i flet me butësi për ta drejtuar. Me butësi dhe ai hedh se sa shumë gjëra ai kishte për të, vizion për të ardhmen. Çfarë ndodh me persona të cilët kanë probleme shëndet mendor? Ata fajsojnë veten për gjërat që kanë ndodhur në të shkuarën dhe ata kanë frikë nëse mund të bëjnë diçka në të ardhmen, kanë humbur shpresën. Dhe Zoti e nxiti, inkurajoi, i dha shpresë Elias, që kishte shumë gjëra të mëdha për të në të ardhmen. Wow, është me vërtet e mrekullueshme. Perëndia tregoi një kujdes gjithëpërfshirës, vetëm për momentin, por i dha atij në atë moment vizionin për të ardhmen, por mbas Elia ishte edhe shumë i lodhur. Edhe mos e kishte nevojë që të ishte krejtësisht i mënjan që të dëgjonte ndoshta më mirë. Edhe Nga Perëndia vizionin për të ardhmen. Edhe ne shikojmë shumë njerëz të cilët kalojnë në këto sfida. Ne shohim shumë drejtues që kalojnë burnout, sepse ata shërbejnë me vite. Ne shohim shumë njerëz të tjerë të cilët të kalojnë në këto situata. Dhe mënyra se si ne i ndihmojmë ata është shumë e rëndësishme. Dhe nuk mundet vetëm një person të mund të bëjë gjithçka, sepse është e pamundur. Prandaj gjithëpërfshirja dhe mënyra si Zoti kujdes për nevojat fizike, ushqimi, me fjalë gjumi, për nevojat shpirtërore duke i folur ëmbël, qet dhe pastaj në aspektin tjetër duke i dhënë një të ardhme, një destini që ka akoma, nuk ka mbaruar. Unë kam shumë gjëra tjera për ty. Pra, nuk është që ai dha vetëm një gjë, ushqimin. Edhe është mjaft. Apo një lutje, është mjaft. Jo. Zoti dha më shumë se kaq, po në njerëzit. Në njerëzit e tij. Ne bitë e tij. Po, ne jemi bitë e tij që duhet të jemi shembulli i tij, duhet të në një farë mënyrë të shëmbëllejmë atë që ai është me jetën tonë dhe me mënyrën se si komunikojmë. Unë mendoj që shumë herë nuk është që ne e bëjmë nga padituria, por shumë nga ato gjërat, edhe sepse s'kemi kohë, ndoshta edhe duam që të merremi shpejt e shpejt, domethënë me një situatë, po kur dikush vjen edhe na tregon që po përjeton një dhunë psikologjike, po edhe shpirtërore. Dhuna shpirtërore vetëm nga drejtuesit shpirtëror, po bashorti ka autoritet shpirtëror. Dhe unë kam dëgjuar shumë raste kur përdoreshin vargje nga Bibla për ta ulur poshtë një grua. Dhe në ato momente kur ne shpesh e gjejmë veten themi, okay, lutu pak më shumë se Zoti do durosh, pak më Zoti do ta ndryshojë situatën. Dhe çfarë mendon ti për këtë? Si ndikon jetën? Tani ti e shikon si profesioniste, që di më shumë se sa ne të tjerët. Unë nuk besoj që dikush niset për të dëmtuar dikë, por në padijen e tij, për një fushë që ka të bëjë me traumën, që ka të bëjë me dhunën, pasojat që le ajo, shpeshherë ne mund të këshillojmë apo mund të keqpërdorim disa përgjigje shablon apo disa vargje nga Bibla, jo në kontekstin e duhur dhe mënyrën e duhur, në kohën e duhur për personin e duhur. Dhe kjo mund të dëmtojë. Prandaj ne duhet jemi të kujdesshëm për mënyrën, sepse dhunë shpirtërore mund të jetë edhe personi vet e marr vargun jashtë kontekstit. Dhe ai vet fajson. Pra, është shumë komplekse mënyra me fjalë se si përjetohet dhuna. Por përgjegjësia jonë si drejtues shpirtëror, si motra dhe vëllezër në Krisht që kujdesin për njëri tjetrin, apo si profesionist të shëndetit mendor, është të ofrojmë në momentin që nuk dim është më ndershme të themi, okay, nuk e di, do lutemi bashkë, do gjejmë zgjidhje bashkë. Por jo të ofrojmë diçka që ne nuk e dim dhe ta ofrojmë gabim dhe të dëmtojmë. Po ideja që e dëgjon në disa grupime që ne jemi të krishterë dhe s'kem nevojë fare s'kem nevojë për psikolog, nuk na duhet ne të krishterëve, s'kemi nevojë për psikologët që na ndihmojnë në momente të tilla dhune. Në fakt, kjo është një tabu e cila ka qenë edhe me çështjen e mjekut. Ne nuk na duhet mjeku, nuk na duhen ilaçet se Zoti na shëron. Këtu ka shumë gjëra të cilët në aspektin teologjik ne mund t'i diskutojmë. Dhe mund të mos bijem dakord.
Edhe është okay, mos bijem dakord. Nuk jo gjithmonë do bijem dakord, por Zoti ka krijuar profesionistët dhe profesionet jo më kot. Dhe ne, kur është e nevojshme, duhet të thërrasim për profesionistë të cilët janë të trajnuar, të mirë informuar për të ofruar diçka të cilët ne shpesh nuk mund ta ofrojmë dot. A bie ndesh me besimin psikoterapia, psikologjia, a bie ndesh me besimin e krishterë? Kjo është një pyetje që më bëhet shpesh. Nga të krishterët si në kishën që unë jam, por edhe me persona në kishat e tjera. Jo, psikologjia nuk bie ndesh. Besimi dhe psikologjia shkojnë bashkë me njëri tjetrin. Dhe Zoti nuk e ka krijuar kot. Se përndryshe nuk ishte krijuar emocionet, menaxhimin emocional, edhe shumë gjëra të tjera. Kështu që ato shkojnë bashkë, vetëm në njerëzit duhet të dimë e para kur është e nevojshme dhe si ne ta bëjmë gjithë përfshirëse shërbimin dhe ndihmën tonë. Që në Lida kërcënim, nuk ka kërcënim. Besimi dhe shërimi dhe pjesa psikologjike shkojnë bashkë. Ato plotësojnë dhe fuqizojnë njëra tjetrën, nuk janë kërcënim për njëra tjetrën. Absolutisht. Jo vetëm për këshillat, ne kam dëgjuar vetëm këto në lidhje me vizitën tek psikologët dhe terapit. Edhe biles të them edhe një gjë që shpesh herë i them njerëzve të cilët kur vinë në terapi i them dhe i pyes. Shpesh herë mund të jenë krishterë apo jo. I pyes nëse ata besojnë apo jo. Edhe në momenti që individi beson te Zoti, dhe sidomos në kontekstin e krishterë, kjo është një aset jashtëzakonshëm në procesin e shërimit. Arsyeja pse është sepse besimi është spirancë, na thotë në Bibël. Besimi është kur gjithçka rreth teje është e shkatruar dhe ti nuk di si të ringrihesh. Dhe ti ke diçka ku mund të kapesh. Diçka të cilën vetëm në aspektin shpirtëror, Zoti mund të na japi forcë për të ringritur mbi gjithë traumat, mbi gjithë gjërat, mbi gjithë sfidat që jeta ka sjellur. Prandaj them që besimi, edhe pjesa me fjalë e shërimit dhe pjesa psikologjike janë të integruara bashkë dhe sjellin një gjë akoma më të plotë dhe më mbështetëse, më suportuese dhe afatgjate tek individët. Po në lidhje me ilaçet, se këtë të gjë absolutisht shumë më shpesh, domethënë që absolutisht të mos marrësh mjekim për gjëra që kanë bëjnë me gjëra emocionale, mendore, është marrja e mjekimit tregon që ti nuk ke besim, ke prekur themrën e akilit, se kur vjen puna deri tek psikologu është okay, kur vjen puna tek ilaçet, skepticizmi dhe frika është më e madhe. Edhe për shkak sepse ne mendojmë që gjithkush që merr ilaçe është budalla. Ai diçka nuk ka, me fjalë, nuk shkon me të. Është shumë problem. E dyta është që ilaçet krijojnë varësi afatgjat. Kur ilaçet janë të përshkruar nga mjeku, ne kemi nevojë t'i marrim. Sepse janë rregullator në organizmin ton. Ne mund të kemi një deficit hormonal, të cilët ilaçi na ndihmon që mos të jetë ose të na bëj më të lehtë. E dyta mund të jetë një problem tjetër të cilët ka nevojë për një trajtim medikamentoz. Për një periudhë, por ti do ta marrësh as më shumë, as më pak. Do ta marrësh siç mjeku e thot. Në kulturën tonë ne e marrim pa recetë. Ne e marrim periudha që duam, me fjalë, i vendosim vetë dhe nuk respektojmë këshillat e mjekut. Dhe për këtë arsye shpesh herë ne shohim efekte ose jo efekte tek individët. Se të gjithë njerëzit mendojnë që na ndjekin këto momente janë përballur me situata vështirësi shëndetësore, si disa që mund të jenë kronike, për shembull një person që është një sfidë. Edhe një person që është me diabet, duhet të marrë mjekim në mënyrë të vazhdueshme derisa të është një sëmundje kronike ose në sëmundje të zemrës apo situata të tjera, po marrin gjë që është shumë se kam problem njerëzit që të marrin mjekimin që i duhet për diabetin, që të bëjnë sheqerin kontroll, që shumë mirë bëjnë që e marrin dhe shkojnë rregullisht tek mjeku për ta marrë atë. Po nëse bëhet fjalë për një problem që ndodhet mendor që mjeku i ka dhënë
një ilaç atë nuk domethënë Rezistenca pse është ndryshon shumë e madhe. ilaçi në këtë rast, domethënë? Është truri dhe veshkat apo pankrasi që kontrollon insulinën në trup janë të ndryshme si organe të trupit njeriut, janë ndryshme nga njëri Jo, tjetri? thjesht shmendësia jonë. Janë tabu tona të cilat shkojnë edhe... Domethënë problemi s'është kimi, domethënë problemi në këtë Absolutisht, rast sepse nëse ti flet me se edhe trurin persona në edhe vende organet e perëndimore, tjera Zoti ka krijuar. ata nuk e kanë problem si të marrin një mjekim për sa i përket mendjes së tyre, shëndetit mendor, dhe për sa i përket pjesës fizike. Me fjalë është një gjë normale, është e nevojshme, është e përshkruar dhe ata e ndjekin. Në kontekstin tonë është komplet e kundërta. Por ne mund të themi që gjërat kanë filluar të përmirësohen. Njerëzit janë ndërgjegjësuar më shumë sepse kur ti e shikon që personi po vuan psikologjikisht, është akoma më rënd se sa kur vuan fizikisht. Nëse ti nuk je në gjendje të kujdesesh për veten dhe të bësh gjëra vet, je një barë jashtëzakonshme për familjen dhe shoqërinë. Kështu që zinxhiri i shëndetit mendor fillon me gjë të vogël, por ti nuk e di ku përfundon. Sepse potenciali që mund të ketë problematika më të theksuara, të fshehura brenda nesh, transmetuara gjenetikisht, janë. Por çfarë ti po bën? Po ndihmon veten? Po e mban të shëndetshëm? Në Bibël na thuhet kujdes për trupin tuaj, për mendjen tuaj. Është një përgjegjësi, kujdesi jon personal, por gjithashtu është edhe një përgjegjësi kujdesi jon pastoral, si shoqëri, si komunitet të krishterësh. Ti në këtë rast unë të kam ftuar si terapiste, si profesioniste e shëndetit mendor, por je të drejtuese kishe. Po. Si t'ja bëjmë që drejtuesit e kishës dhe profesionistët të jenë më bashkëpunues në këtë fushë me njëri tjetrin, sepse këto nuk janë, siç e the edhe pak më parë, këto janë kontradiktore. Është sepse ne nuk kemi folur tani shumë për këtë gjë. Po ti tani flet si profesioniste. Edhe shëndetit mendor. Po apo për si të dy grupet kanë folur shumë njëri tjetrin. Edhe si drejtuese në kishë, por edhe si profesioniste. Ne nuk kemi pasur shumë tema të tilla. Nuk i trajtojmë shumë tema të tilla të shëndetit mendor në predikimin e ditës së diel. Apo ne nuk trajtojmë shumë tema edhe ndërmjet drejtuesve të kishës. Sot një nga temat që do flasim është shëndeti mendor. Si do t'ja bëjmë? Të flasim pastaj mix drejtues me profesionistë të shëndetit mendor, ku gjithsecili sjell pikpamjen e vet, edhe frikrat e veta, edhe pa dijen e vet, pa sigurinë e vet, edhe për të gjetur pastaj rrugë bashkëpunimi me njëri tjetrin. Por nga ana tjetër kemi nevojë të punojmë edhe me njerëzit në kishë, pasi ne kemi punuar vetë si drejtues dhe si profesionist për të ndërgjegjësuar atë për sa i përket problemeve të shëndetit mendor. Se kemi pasur plot raste të cilat kanë shkuar dhe në raste fatale, edhe brenda kishave. Dhe ne të gjithë e dimë këtë gjë. Kështu që ne nuk mund të bëjmë sikur nuk ekziston si një problem. Por sa kohë ai është, përgjegjësia jonë është të merremi. Nga ana tjetër ne kemi nevojë të flasim më shumë, siç është ky emision sot në radio, në media, sepse media është e jashtëzakonshme dhe shkon në shtëpi, çdo shtëpi, të besimtarit apo jo. Dhe nuk duhet të kemi më këto tabut, por duhet të copëzojmë pak nga pak, ditë pas dite. Çfarë ndryshon për besimtarin në këtë rast kur profesionistët e shëndetit mendor që janë besimtar vet dhe drejtuesit do të jenë pak më shumë bashkëpunues me njëri tjetrin? Çfarë ndryshimi do të cilë kjo tek te individi që ka nevojë dhe te shoqëria pastaj si mbështetja që do të ishte për individin do ishte shumë e mirë, më cilësore, më e plot dhe më e shëndetshme. Kështu që do doja që të ktheheshim përsëri tek si filluam bisedën tonë për atë gruan në kishë që ndoshta është e buzëqeshur, edhe që shërben shumë, ndihmon shumë, bën shumë gjëra, por që po vuan brenda vetes saj. Nëse ndonjëra na dëgjon në këtë moment edhe shtëpia që do të jetë vendi i sigurisë dhe i paqes dhe vendi që na ushqen, na rrit, nuk është më. Çfarë do t'i thoja asaj në këtë moment? E para do t'i thoja faleminderit që ti më besove historinë tënde, se do kutësi. Nuk është e lehtë. E dyta,
do t'i thoja si mund të ndihmoj, pavarësisht se unë jam profesioniste, jam dhe drejtuese në kisht. Ne do t'i marrim leje, si mund të ndihmoj. Që ne kemi nevojë që ajo të artikuloj, jo të nxitoj me këshillën direkt, sepse shumë e lehtë për ne të shkojmë tek këshilla, mbi këtë. Dhe ajo na tregon çfarë nevoje ka për dëgjim, por me fjalë këshillim, për drejtim, për një gjë praktike, kush është nevoja saj. Dhe kjo është ta trajtosh me dinjitet personin që ti ke përballë, pavarësisht sfidës që ka. Dhe mos ta paragjykojmë dhe mos ta çojmë në ciklin e vetfajsimit, edhe në aspektin shpirtëror, përveç në aspektin social, familjar që e ka të komplikuar. Sepse patjetër që ne jemi aty do lutemi. Lutja është një gjë që ne dim në momentin që jemi të krishterë, do të shoqëroj në fillim, në mes, në fund, çdo proces është i shoqëruar me lutjen. Pjesa tjetër është ajo pjesë ku ne kemi nevojë që të pyesim individin. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për këtë bisedë dhe ne së shpejti do të jemi së bashku me seri bisedash të përjavshme që do të dalen tek shëndeti mendor. Nuk do të tregoj më shumë. Do ta lëm për një tjetër. Do ta lëm për një herë tjetër. Po shumë faleminderit për këtë kohë edhe sigurisht që lutem që të kemi që ndim për gjithë ata që na dëgjojnë. Edhe doja të flisja tani të gjithë juve miqve tanë që na keni ndjekur në këtë program. Shëndeti mendor është njësoj si çdo shëndet tjetër për cilën neve kujdesemi, njësoj si shkon te kardiologu, njësoj si shkon tek endokrinologu apo te ginekologu apo kudo ku ke nevojë që të shkosh për një problem shëndetësor, shkon edhe te psikologu apo te psikiatri në varësi të situatës me cilën përballen, sepse Perëndia na ka krijuar ne në kompleks. Ai na do edhe të gjitha këto janë mjete ndihmëse. Ju falenderoj që qëndruat me ne sot, sigurisht që ne për podcastin ton më të ri, për shëndetin mendor do të flasim më vonë edhe mirëpresim të gjitha sugjerimet tuaja, pyetjet. Jemi këtu për të ecur së bashku dhe për të përmbushur së bashku planin që Perëndia ka për jetën e secilit nga ne. Deri herën e ardhshme, mirëdëgjofshim.